Me emrin Allahut, mëshiruesit, mëshirbërësit. Të nderuar dëgjues dhe shikues, jeni në emisionin ton në prag të iftarit. Emision ky i realizuar nga Muftinia e Shkupit dhe që mund ta dëgjoni në valët e Radiovatit dhe në kanalin zyrtar TV Muftinia në rrjetet sociale. Ky emision i përditshëm në atmosferën e bekuar të muajit të Ramazanit synon që të sjell freskim për zemrat tona me anë të rrëfimeve dhe mësimeve nga jeta e sahabëve dhe personaliteteve të devotshme nga historia islame. Sonte kemi kënaqësinë ta kemi në studio hoxhën e nderuar Xhevdet Efendi Hasani, imam dhe hatib në xhamin Feta Efendi në fshatin Maja e Zez, me të cilën do të bisedojmë sahabiot Omer ibn Khattabit radiallahu ta'ala. Hoxhë nderuar, mirë se erdhët në emision. Mirë se ju gjatë. Hoxhë nderuar, na tregoni kush ishte Omeri radiallahu ta'ala. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Falënderimet, lavdrimet i takojnë të madhit Allah. Salavatet, lutje, dua tona qofshin mbi Muhammedin alayhi salatu wassalam, mbi familjen e tij të ndershëm, mbi shokët e tij besnik dhe mbi gjithë ata që e ndjekin dhe do ta ndjekin rrugën e tij deri në ditën e Kiametit. I nderuar, siç e cekët edhe ju, se sot do të flasim për një njeri i cili ka ndryshuar historinë, jo me pasurinë e tij, por me karakterin e tij, dhe jo me fuqinë e tij, por me drejtsinë e tij. Do të flasmi për një njeri që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë që në atë rrugë ku hike Omeri radiallahu anhu, shejtani nuk kishte guzim të hike në atë rrugë. Pra do të flasmi për një njeri i cili në fillim të islamit ishte armiq i saj dhe pastaj u shndrua njëra prej shtyllave të saj. Pra për këtë njeri do të flasim sot që pra edhe nëse do të mundohemi ta tregojmë Omerin radiallahu anhu, nuk do të mund të arrijmë ato, s'kemi fjali apo s'kemi edhe kohë për të arrijë. Siç e ka pyetur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam Xhibrilin alayhis salam, ja Xhibril, më trego mua për Omerin. Më trego mua, më shpjego Omerin, dhe Xhibrili ja kthen kështu. Ja Rasulullah thot, o i dërguari i Allahut, po dhe nëse do të mundohesha të tregoj për Omerin radiallahu anhu, nuk do të mund të arrijë ta përfundoj ata as sa kishte pejgamberllok Nuhi alayhis salam. Por ky ishte Omeri. Kur i shpallë e parë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, Omeri radiallahu anhu ishte 27 vjeç. Ai jetoi në kohën e xahiliyetit 6 vjet dhe në moshën 33 ai pranoi fenë islame. Përderisa ishte Omeri radiallahu anhu në kohën e xahiliyetit, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam boni një dua tek Allahu azza wa jall, ku ju lut Allahu azza wa jall, ja Allah, ma jep njërin prej këtyre dy njerëzve. Ma jep njërin prej këtyre dy njerëzve. Kush ishin ata? Omer ibn Khattabi dhe Amr ibn Hisham, të cilët ishin shumë këmbëgulës dhe shumë ishin të sinqert në besimin e tyre apo në fenë e tyre që ato besonin. Nëse do të mundohemi ta tregojmë se cilat ishin shkaqet e të hyrjes në Islam të Omerit radiallahu anhu, do ta tregojmë ato në dy etapa. Pra etapa e parë ishte që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam një natë kishte dalë në Kabe dhe kishte dalë për të bërë ibadet duke fal namazin. Në të njëjtën moment Omeri radiallahu anhu kishte dalë për të takuar shokët e vet. Dhe e sheh pejgamberin sallallahu alaihi wasallam duke bërë ibadet. Dhe afrohet dhe dëgjon se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është duke dëgjuar diçka, është duke lexuar diçka. Dhe në vetveten e tij Omeri radiallahu anhu thot, çka është duke lexuar ky poet kështu? Sepse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam lexoi Kur'an. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam lexon suratul Haqqa, ajetin 41, ku thot Allahu azza wa jall, "Wa ma hum biqawli sha'irin qalilan ma tu'minun." Ato nuk janë fjali të ndonjë poetit, por ju nuk besoni. Omeri radiallahu anhu kur e dëgjon këtë, habitet dhe thot, ka e diti ki parashikues që unë çka mendova.
Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam lexon ajetet e radhës ku thot Allahu azza wa jall: "Wa ma biqawli kahinin qalilan ma tadhakkarun tanzilun min rabbil alamin." Nuk janë as fjalitë të një poeti, nuk janë as fjali as të ndonjë parashikuesi falltori, por ju nuk mendoni, por ju nuk parashikoni tanzilun min rabbil alamin, është zbritur nga Allahu azza wa jall. Omeri radiallahu anhu kur ndëgjon edhe këtë, habitet edhe më shumë dhe thot në vetveten e tij, a është duke ma parë zemrën time ki dhe është duke shpip diçka për mua? Atëherë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam lexon ajetin e radhës ku thot Allahu azza wa jall: "Walau taqawwala alaina ba'da laqabil la akhadna minhu bil yamini thumma laqata'na minhu al-watin." Ku thot Allahu azza wa jall, në qoftë se shpikaj neve diçka, ne do ta kapim me fuqinë tonë atë dhe me siguri do t'ja presim damarin e qafës. Kështu thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, dhe Omeri radiallahu anhu kur ndëgjon këtë hik me vrapja se vendit atij dhe e shlon atë vend. Dhe etapa e dytë që ishte shkaq për hyrjen e Omerit radiallahu anhu në fenë islame ishte, dhe kjo është njëra prej më të rëndësishmeve, që Kurejshit ishin mbledh një ditë dhe po kërkonin një vullnetar vrasës që ta vraj pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Dhe Omeri si gjithmonë ishte trim, edhe syri i tij kur njëherë nuk e trem. Dhe dol dhe tha, unë jam ai vullnetar që do ta mbys Muhamedit. Dhe u bë gati e mu shpatën e tij duke shkuar rrugës e pa Muajin bin Abdullah. Dhe pyeti ai, ku je të shkuar e Omer? Dhe jam duke shkuar tek Muhamedi për t'ia prej kokën. Kështu i tha. Tha, nëse do të ndalosh dikuj prej islamit, shko filloj një prej familjes tënde, shko filloj një prej shtëpisë tënde. Pse tha, shko puna? Tha, motra yte dhe bashorti motrës tënde, tha, e kam pranuar fenë islame. Omeri radiallahu anhu shumë muhabit dhe shumë u nervozu dhe u kthi në shtëpinë e motrës së saj. Duke u kthyer në shtëpinë e motrës së saj ishte pra Fatma. Ishte Fatma motra e vet, ishte bashorti i Said bin Zeidi dhe ishte mësuesi që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e kishte dërguar për t'ia mësuar Kur'anin atyre, Habab bin Ereti. Dhe Hababi kur e sheh Omerin radiallahu anhu duke ardhur drejt shtëpisë motrës së saj, dhe Hababi më njëherë më shefat, se dike se trim është Omeri radiallahu anhu dhe mund ta gjon çdo sen. Nervoza aty mund të bën çdo sen. Dhe më shefat Hababi dhe kur hin mrenda Omeri radiallahu anhu e godet bashortin e Fatmës, bashortin e motrës së tij, duke e mbrojtur Fatimia këtë bashortin e tij. Omeri radiallahu anhu e godet edhe Fatima. Dhe Fatimia i mbushet fytyra me gjak. Dhe kur e sheh në atë gjendje, Omeri radiallahu anhu shumë mërzitet. Dhe thot, ej Fatime, thot, çka ishi duke lexuar? Dhe bëma ato, çka ishi duke lexuar? Bëma Kur'anit ta shoh se çka është ajo. Dhe Fatime i thot, nuk do ta jap, sepse nëse ta jap e di se do ta dëmtosh. Edhe Omeri ishte këshire. Omeri ka qenë edhe para islamit ishte njëri që e mbajke fjalën. Ishte njëri që e mbajke besën. Dhe i tha, nuk do ta dëmtoj ato. Dhe Fatimia kur ndëgjoi këtë tha, atëherë me një kusht që të pastrohesh, edhe të vish atëherë do të ta japon këtë Kur'an. Dhe pas e kthehet Fatimia e lexon surën Taha. Omeri radiallahu anhu, astaizu billah, ku thot Allahu azza wa jall: Taha ma anzalna alayka al-Qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha mimman khalaq tanzila mimman khalaqa al-ardha was-samawati wal-ula. Ku thot Allahu azza wa jall, ne pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i thot Allahu azza wa jall, ma anzalna alayka al-Qur'ana litashqa, ne nuk ta zbritëm këtë Kur'an për të të munduar ty. Illa tadhkiratan liman yakhsha, të shpallëm vetëm këshill për ata që frikojnë prej Allahut azza wa jall. Tanzila mimman khalaqa al-ardha was-samawati wal-ula, e ka zbritur këtë Kur'an ai që krijoi tokën dhe qiellin lart. Dhe Omeri radiallahu anhu kur ndëgjoi këtë dhe tha, më dërgoni mua te Muhamedi. Dhe në atë moment dal Hababi që ishte mshef dhe tha, vallahi ej Omer, kam dëgjuar pejgamberin sallallahu alaihi wasallam që ka bërë dua për ty, për udhëzimin tënd në Islam. Dhe thot, më dërgoni më njëherë te Muhamedi alayhis salam. Kur shkon tek Muhamedi alayhis salam ishte edhe Hamza
pra migja i pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, që i kishte pranuar shumë shpejt fenë islame. Dhe kur him rreta pejgamberi sallallahu alajhi wasallam bën një sen këto që më herët nuk e kishte bërë të asnjëri, e kap Omerin radhiyallahu anhu për gjoksi dhe shkunt dhe i thot ja Omer, a nuk ka ardhur koha më? A nuk ka ardhur koha që të uzosh në këtë fe? Dhe Omeri radhiyallahu anhu atë thot ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Dhe kështu Omeri në ato momente pranon fenë islame. Hoxhë nderuar, na trego si u zgjodh halifa Omeri radiallahu ta'ala dhe tregoni pak për drejtsinë e tij. Pasi u sëmur Hazreti Abu Bekri ra në shtrat, sepse ishte halifa atëherë Hazreti Abu Bekri, dhe ra në shtrat dhe e thiri afër tij Osmani radiallahu anhu, e thiri edhe Abdurrahman ibn Auf dhe e pyeti për Omerin. Tha çka mendon, i pyeti për Omerin, çka mendoni ju për Omerin? Mos shpjegoni për Omerin diçka. Tha është njëri mirë, është njëri drejt, është njëri trim, dhe fillon ta lavdrojnë kështu. Atëherë Hazreti Abu Bekri tha ja Osman, tha shkruaj se pas meje do të jetë halife, thot Hazreti Omeri. Dhe kur e ndëgjon këtë Talha bin Ubejdullah, shpejt me vrap shkon te Hazreti Abu Bekri dhe i thot o halife, thot çka ke bë? Vallahi thot e meriton Hazreti Omeri këtë, mirë po kur të nervozohet syni vet nuk është asgjë. Dhe Hazreti Abu Bekri i thot diçka këto. Talhas i thot vallahi unë nuk e pas në njoft Hazreti Omerin, siç e kam njofton. Thot pse kam qenë unë i but, Hazreti Omeri është duke shtir. Po të isha unë i shtir, Hazreti Omeri do të shihte i but. Dhe kështu pas vdekjes së Hazreti Abu Bekrit, halife bëhet Hazreti Omeri, edhe halifeti i tij zgjati rreth 10 vjet. Pa për të treguar për drejtsinë e Hazreti Omerit, duhet të tregojmë në dy çështje. Se Hazreti Omeri ka pas dy çështje në drejtsinë e tij, e para e tij ka qenë forca dhe e dyta ka qenë mëshira e tij. Pra s'ka pas vetëm forcë, pa ka pas edhe mëshirë, sepse të kishte vetëm forcë, ashtu mendoj ai, mos të kishte mëshirë, do të shifte zullumçar. Po të kishte veç mëshirën dhe mos ta kishte forcën, atëherë do të ishte i poshtruar ndaj njerëzve. Për të treguar për drejtsinë e Omerit radhiyallahu anhu, shka shumë ngjarje dhe frikës e tij ndaj Allahut azza xal. Por ne vetëm një do ta cikëm për atë. Një ditë ishte Hazreti Omeri duke punuar dhe kishte dhënë një çiri. Dhe ishte duke punuar. Dhe herë një sahab tek Omeri radhiyallahu anhu, dha selamin, hiri mrenda u hul, mirë po Omeri radhiyallahu anhu leçë se kthete selamin, as nuk e këshiri në fytyrë. Dhe pasi përfundoi punën Omeri radhiyallahu anhu, e shkimi atëri e dhezi një tjetër dhe ja ktheti selam. Dhe kisi abiu vetë ja Omer thot, hina mrenda, të dhash selam, nuk ma ktheve selamin, leçë nuk ma ktheve, pas nuk më këshire në si. Dhe çka është puna se e shime një qëri dhe dheze një tjetër. Thot, kur hinë ti mrenda ishte duke punuar në punë të shtetit ishte. Dhe ai qëriu ishte prej thesarit të shtetit. Dhe vallahi të ishëm dalë une dhe të bisedojshëm me ty për punë personale, vallahi se do të hipshim llogari tek Allahu azza wa jalla për atë qëri. Tha si do të hipshim llogari për atë qëriun. Dhe pastaj dheza si qëriun e tjetër që kom paguaj vetëm me paratë mi. Dhe kisa abiu ati i ngrit duart lart dhe i thot, ja Allah, mos na le pa udhëheqjen e Omerit radhiyallahu anhu. Kështu ishte Omeri, kështu ishte drejtësia e Hazreti Omerit. Hoxhë nderuar, si ishte përfundimi i Omerit radhiyallahu ta'ala? Përfundimi i Omerit radhiyallahu anhu ishte që Omeri radhiyallahu anhu ishte një ditë, ishte në Arafat. Afër tij kishte edhe Salman el Farisi. Dhe gjatë Arafatit Omeri radhiyallahu anhu e bën një dua tek Allahu azza wa jalla. Dhe e lut Allahun azza wa jalla, thot, ja Allah, Islami është zgjeruar, por fuqia ime është dobësuar më, s'kam fuqi më. Të lutem o Allah, më merr sa më shpejt pranë teje, dhe afër dy shokëve të mi që më herët kanë shkuar. E kishte fjalën për pejgamberin sallallahu alajhi wasallam dhe Hazreti Abu Bekrin. Sepse nuk po mujt ta mbart më këtë amanet. Dhe Salman el Farisi kur ndëgjon këtë, dhe thot, çfarë është kjo punë kështu? Çka kjo do kështu? Thot e Salman, vallahi nuk jam të ditë a jam sultan apo jam halife. Nuk jam të ditë a jam sultan apo jam halife. Dhe këshire sahabët gjithmonë kanë qenë të sinqert,
edhe nëse ka qenë e hidhur e kanë thonë të vërtetën. Dhe i thotë: "E Omer, nëse ke hangër pasurinë e popullit tënd, atëherë ti je sultan, por nëse jo, atëherë ti je halifja jon." Dhe Hazreti Omeri pas disa ditësh e shen një ëndër, e shen një gjel duke ja hangër mishin e tij. Dhe pas i zgjoti i ngrumpëllon shokët e vet dhe i thot: "Mua së shpejti do të më ndodh një musibet." Dhe bën një dua tek Allahu azza wa jalla në atë moment dhe i thot: "O Allah, ma merr shpirtin tim si shahid, dhe Allah ma lehtëso vdekjen time në Medinë." Duke bë dua kështu, e ndëgjon vajza e tij Hafsa dhe i thot: "Ja o bab, a ka mbet alo armiqë e Islamit në Medinë që të vrasti?" Thot: "Unë e di diçka që ju nuk dini." Thot: "Ç'është ajo?" Thot: "Një ditë ishëm në kodrën e Uhudit. Unë, Hazreti pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, Ebu Bekri dhe Osmani. Përderisa ishmi në Uhud, filloi të dridhej Uhudi. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i foli Uhudit: "E Uhud, qetësohu, sepse mbi ty ka një pejgamber, ka një siddik dhe 2 shahida." Pra një pejgamber ishte Muhamedi alayhi salatu wasalam, një siddik ishte Hazreti Ebu Bekri dhe 2 shahida ishte Hazreti Omeri dhe Hazreti Osmani. Hazreti Omeri dhe Hazreti Osmani. Dhe pas disa ditësh, Hazreti Omeri del që ta fal namazën e sabahut. Del që ta fal namazën e sabahut dhe në atë ditë del imam. Dhe pas ti ishte një megjosi që besojshin në zjan. Në rekatin e dytë, kur ngrihet Omeri radiallahu anhu, kje nxjerr atikën e vet dhe e godet Omeri radiallahu anhu 6 herë. Dhe e plagos shumë rënd. Dhe duke hikur ki megjosia, i plagos edhe 13 sahabë që 6 prej tyre bëhen shahid. Dhe e dërgojnë Omerin radiallahu anhu në shtëpi. Omeri kishte u vedien e tij dhe zgjohet, vën në vedije në shtëpinë e tij para se të del dielli pak. Para se të del dielli. Dhe pyetja e parë që e boni Omeri radiallahu anhu, tha: "A e keni kompletuar namazin?" Se pa e godit në rekatin e dytë. Tha: "E keni kompletuar namazin?" Tha: "Po, e kemi kompletuar." Atëherë tha: "Bëma do ujë, mora abdest Omeri radiallahu anhu dhe ai e kompletoi namazin." Dhe kështu që kur e pa sahabët i thanë: "Letësoj vendin tonë, mos e rëndëso." Tha: "Vallahi namazin e kemi bosh tek Allahu azza wa jalla." Pra kështu ishte Omeri, kështu ishte drejtësia e Omerit radiallahu anhu, kështu ishte friga e Omerit ndaj Allahut azza wa jalla dhe kështu ishte dashuria e Omerit ndaj namazit që ka pas për Allah. Ky ishte Omeri. Pra ta përfundojmë këtë ligjërat me një dua, duke lutur Allahut azza wa jalla: O Allah, na dhuron nga morali i Omerit, nga drejtësia e tij, nga friga e tij ndaj Allahut azza wa jalla dhe nga dashuria e tij ndaj namazit që kishte. O Allah, mos na lë pa namaz, mos na lë pa udhëzim, mos na lë pa udhëheqës, dhe o Allah, në ditën e ahiretit na bashko me Muhammed Mustafan, me Hazreti Ebu Bekrin, me Hazreti Omerin dhe me të gjithë besimtarët që janë të drejtë. Amin. Wassalamun ala al-mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu i shpërbleft hoxhë nderuar për këtë bashkëbisedim të këndshëm dhe elaborim të qartë mbi temën tuaj. Kështu përmbyllim këtë edicion të emisionit në prag të iftarit, ku mysafir kishim hoxhën e nderuar Xhevdet Efendi Hasanovski. Deri në emisionin e radhës, mirëmbëjtje, Allahu xhaleshanuhu ja pranoft agjerimin dhe të gjitha lutjet. Wassalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh.